Rikthehemi në studio, tashmë e kemi Bjorn Rashicën këtu me neve, një 14 vjeçar, tash gati 15, që karrierën po zhvillon në Interturku të Finlandës. Faleminderit shumë Bjorn që je sonte me neve. Faleminderit. Është nacime të pas. Evet. Edhe në anën tjetër, trajner Besart Celia, faleminderit Besart shumë që je me neve. Faleminderit dhe duhet më përgëzu Naim, sepse jeni një emision të cilën e mbani me pushtim dhe jeni të parët të cilët jep një mundësi këto talentave tonë në mbar mërgatën dhe sigurisht vendor që kemi talentet, jepet mundësia me pse jo me prononcu veten këta dhe kështu që është e mirë kjo për gjithë ne që jemi me uni zonin njerëzve që kontribuojnë. Sigurisht që jemi sport e sidomos në futboll. Mu, a di çka më bë qefi Besart, në momentin kur kur e kemi pas intervistën e fundit, kemi komunikuar vazhdimisht dhe e kom pas atë idenë që sa herë ki dikon që unë nuk e një te për me promovu, lere shkruajmë edhe më ka bë qefi adet kur me parën më ke shkruar. Faleminderit prej teje për atë arsye dhe kom sepse ke shpreh dëshirën dhe jeni të gatshëm për me punu këtë aspekt. Duhet japet mundësia sepse këta janë djemë tonë. Po marr parasysh që jetojnë në Evropë janë djemë tonë. Dhe sigurisht që e ndin veten dhe këta të jenë pjesë e jonja, pjesë e Kosovës. Bjorn, ke lind në Finland? Po thuj se edhe baba jo ti bën, po thuj se gati ka lind në Finland pasi shumë i ri ka dalë, moshën 4 vjeçare ka dalë në Finland. Po gjuhën shqipe e fol rrjedhshëm. Po. A ka qenë kjo traditë e shtëpisë për me fol shqip, me mbaj gjuhën shqipe? Ai po se në Finland në shpeve shqip folëm. Të finlandesh kanë se si dina të fjalë, ama është më shumë shqip. Ama për neve kështu që ju dëgjojmë të fol për shembull finlandishtën shumë e komplikuar na duket. Shumë është. Nuk e di ashtu edhe çashtu për me mësu. Ai më mësua se është aksenti shumë diçysh zara është më mësua. Tregom kur të ka lind dashnia për futbollin, një orientu ka futbolli komplet. Ka 5-6 vjeç atë se gjithë topshë me vete, deri shumë jashtë luajmë futboll, tani shkova me ushtru. Tani veç e kam dosh më shumë edhe më shumë. A je i kënaqur me veten ku ka arrit deri tash? Po. Shumë. Je pjesë e Interturkut, për çfarë ekipi, si është si ekip Interturku në Finland? Ai s'është keq, i mirë ligën të parë luna, s'është shumë keq, mirë. Kualiteti i futbollit mirë? Mirë. Trajner, kur kemi diskutuar herën e parë, mi ke dërguar edhe videot për me pa kualitetin se për çfarë futbollisti bëhet fjalë, më la përshtypje definitivisht. Po ky ngjon fakti se vjen prej një familje futbollistësh të cilët vetëm mbi emrin e tij na përfaqësojnë për mrekulli, siç është i pari Mirat Rashica, mandej na vjen Ermiri, i cili është në kombëtarën shqiptare, të janë në ekipet të respektuara në ligën Ukrainës, kurse Miloti është në Beşiktaş në ligën turke, dhe kështu që ky vjen për një familje sty në futbollistësh dhe unë edhe para këtyne kam pas futbollist me gjeneratën time që kanë luajtur futboll. Kështu që nuk është kjo e rastishme tek familja Rashica. Absolutisht. Lun në krahën e Majt Sulmit, me sa e kuptova. Krahën e djathtë. Në krahën e djathtë. Po me këmbën e Majt. Po. Çka të ka tërheq me lutën krahë ju në qendër? Se aty jam me kom të Majt, tani këti me dest edhe shita edhen. I pash golat e tu, më bërën përshtypje shumë mënyra realizime. Futbollin modern, se djalin është apo ka vështirësi me tregu, në futbollin modern tash ai me këmbën e Majt, që është edhe shpejt lëvizshmërinë që ka agilitetin në mene, lunë në anën e djathtë, në krahën e djathtë, kurse djathtaku lunë në krahën e Majt, në kundërtën. Për me sulmu zonën. Për shkak hyrja në zonë, zonale, vertikalizimin drejt zonës dhe kjo është akcenti. Futbolli modern e ka këto. Po, kualitetet për çka i pash i pat tatashme. Po, kualitetet realizimin e golave, driblimin, se me të vërtetë futbollist krahët shumë rrallë lindin kështu me talentin që kanë. Mundesh me pas me miliona futbollist krahët, po me kualitetin, me agilitetin, me shpejtësinë, është rrallë mund të gjendën gishta që janë në Evropë. Kështu që fatit që inshallah don Zotit këtë mas pari shëndetin mandena. Sa t'jep kënaqësi kur shkon futboll me lujt ose ndeshje ose çka do qoftë. Ai mirë se atje edhin sen kash nuk dol, a më të lëndima, më kështë përshnetë o mirë edhe knoqës o kënaqësi. Po? E mirë atë të këta në Evropë është
se këta stërvitin për ditë. Sepse është nga 45 minuta. Por tallojnë prej neve, pra. Po, ngarkesat i kanë të njëjta, kështu që duhet së shpejti më ndërmarr, sepse u 5 meshat, u 6 meshat është veç një fillon një fazë pikonis, si anën taktike, si anën teknike, si anën fizike, psikologjike. Kështu që unë mendoj edhe na si futbolli në kosovar do të futet shumë më shumë. Unë e di që ndoshta pak mungesë kemi kushtet nga ana ushqimit, po duhet patjetër me fut spaku 4 stërvitje në javë dhe ndeshja që është 5 herë në javë. Ideja është që na kemi gjeneratat e reja. Edhe tash nëse don ti me inkorporu te ekipi i parë 16 vjeçar, më nuk është i ri më inkorporon ekip parë. Vetëm me pasat intensitetin. Paraforsisht. Po them që e kanë intensitetin e ekipit. Po me pas ndjenjën. Po me pas ndjenjën sepse po luajmë nga 40 minuta 45 minuta pjesa, do thotë është e njëjta relacion. Për atë arsye që këtë përparësi e kanë, do thotë, Evropa. Që kanë intensitetin e stërvitjeve më të shpesh se sa që kemi na. Sigurisht. Je lidhë Interturku shumë mirë. 3 sezonet e fundit me sa e kuptova ke shënuesi më i mirë ekipit në ligë. Po. Çka të bën ka sukses shumë sipas teje? A është kualiteti jot, a është ky kualiteti jot i lidhur me ekipin? Është me ekipin se unë atje ja kum nisë kërse kum ndru ekipin, e ata më njohin mirë se qa bëj e qa s'bëj, e ta e veç ma gjunën e menu na me jap gol. Cilin gol e këshe vequ si ma të mirën, për shambull, nëse të pës? Qita të fundit, para se ma në Kosovë e kum jap mirë. A ke që ajo prej golës në gol? A tjetër? A kjo depërtimi? Pa. Je kalon 3-4 mbrojtësa, sa ken? Pa, Masa ne goditja me të majtë. Tregëm qëshjeni të Finlanda e dim që ka shfaq interes me të pas pjesë kombëtarës U15, po më intereson pak edhe kjo ndjenja kur ka ftu kombëtarja Kosovës qëshje ndin ato momente. A i mirë se nëse fitoj për adin për qytetin tem, s'po fitoj për kërkën e për Kosovën mirë është. Qysh ke kalu në atë periudhën sa e kon me Kosovën, qështu ka dok si grumbullim, si... A i mirë se krej shqiptar e morën vesh në tjetërin mirë. Trener, kur vim ftesat pej kombëtarëve, bëhet fjalë për futbollist selektum. Nuk është që thirrët gjithkush, po thirrën futbollist me potencial. Mesin e tyre e kemi edhe Bion. U15 fillimisht. Është interesant sepse djemë ton e shpreha edhe më herët. Djemë ton kur ftohet ndoshta Finlanda e ka ftesën tek Finlanda, po nuk e nin vetën atë emocionalisht. Po kur ftohet shqiptar, kur ftohet Kosova është një farë emocioni më i madh se lidhet nga ana prindve, nga vendlindja e prindve, është që unë mendoj që këta pa thonë hiç, po e kanë gjithmonë. Edhe tregon mjaftueshëm gjuha shqipe që e flet. Po sigurisht sepse është i lindur në Finland. Po gjuhën shqipe se traditë shoqëror që kemi shumicën margat që e përdorin gjuhën shqipe në shtëpia. Dhe kjo është që nuk e harrohet, dhe kjo është një sen përparësia si populli jonë që nëse kësë trajner, çka ka bu për shtypjet të tiparët e Bionit? Të tiparët e Bionit është shumë interesant sepse ka shpejtësinë e para, në cilën futboll edhe sulmuesi krajt duhet me pas patjetër. Është primare, e ka agilitetin, do të thotë agilitetin dhe driblingin një mene, del në pozicione, do të thotë kanë vendimarrjen shumë më mirë kur pranon topin, udhëheq topin, driblingin, se shumë më rëndësi është të trio me pas edhe vendimarrjen, do të thotë, sepse unë jam moti me kategori të reja dhe ndoshta pak e kum ardhat në pjekurin të cilët e kum fitu me provojën, mundemi dallu lojtarë cilët kanë, po dhe të cilët kanë përparsin, do të thotë anën sulmuese, anën mesfushe dhe anën e mbrojtjes. Mundet me dallu, do të thotë atë në hatin e kom. Po, margjina gabimit mund nuk këtë e vogël. Po, sigurisht. Po mund është se gabim mund me pa gabu në ndoshta për zgjedhje mund me gabu, po unë mendoj që kë nëse vazhdon dhe do në zotet jap shnetin, unë mendoj që do të jetë me pa Bionin të kënu një Champions League në një ekip. Do të nxen, unë mendoj të nxen sepse kushtet janë sigurisht prindet e përkrajnë vazhdimisht edhe këtë dëshirën, ambicien e ka, edhe pse jo edhe na do të ndihmojmë. Çka është në aspektin e ardhjën deri te nivelit
evropian pse jo. Absolutisht, me keq Po ka ndihmojnë pse e kemi obligim. Sakt. Kam thonë edhe më herët që kam obligim. Është mbi gjitha për të mirën e vendit. Din çdo fjalë jam ndoshta kanë ndiku pak. Po. Tek njerëzit eminent të futbollit edhe ndikon pak sepse edhe me gjitha kanë kalu kogja futbollistë edhe kanë kalu kogja futbollistë dhe mendoj se edhe kanë pas atë hapin e përparimit si thuhet do të thotë në futboll. Unë vetëm e kam obligim djem ton të shoh sa më mirë. E njëjta është për mua. Unë kur i shoh të ecë në më madhe se unë sigurisht për atë jam formuar. Po du më dal pak te pozita ku lun ti, cili është futbollisti që të pëlqen mas shumë ti, edhe që ndoshta e këshyr si shembull me marr në ide për tina. Lamine Yamal. Edhe ai është futbollist i krajt njëjtë me komën e majt. Edhe ai është majta. Po majta. Çka të bën përshtypjet e Lamini? Ai këtë driblon, kam qefëve me konë si ai, amo, po, qështë këtë driblon e ai, kam qefë me këshyrë. Edhe tash po vim te një pikë se diskutohet shumë a është Cristiano Ronaldo, a është Lionel Messi më i mirë. Me cilën je ti? Cristiano Ronaldo. Gjë. Pse Ronaldo jo Messi? Se këtë ja kom njësë futbol, gjithë kom qyë Real Madridin, kërsa kom qyë Barceloneve, familja krejt e këna qyë Realin edhe Ronaldon, ta e ju me qatë. Sot i dha dhe 2 gola, u bo shënuesi i parë në histori që shënën 6 botëror rresht, edhe u bo shënuesi më i mirë i Portugalisë në histori. Po, tash është e natyrshme sepse fansat e Realit e kanë Ronaldon. Ja, absolutisht. Fansat e Messit, edhe Messi ka përparësi se ka edhe fansat tjerë sepse po. E ka një nuancë më të mirë ndaj Ronaldo sepse e ka të gjitha që i ka një futbollist, atëherë nuk diskutohet që është më i miri. Edhe po flasim në planet, është më i miri në planet. Për momentin është më i miri në planet. Po flasim për nivelin e 2 futbollistëve të jashtëzakonshëm që vështirë kanë qenë. Fatit ton po që kemi përjetuar në epokën e këtyre dyve dhe dhosh Zotit të përjetojmë prapë ndonjë. Po që mundet me qenë shumë problematike. Është shumë vështirë. Se e tregon vetë historia e futbollit. Ne kemi pasur periudha të caktuar me njerëz, që ka pas çdo 50 vite, ka ardhur, do të jetë një kohë gjatë që do të mund. Prej ndeshjeve që i ke përcjell të kampionatit botëror, kush mendon që mundet me shku për shembull në finale dhe kush mendon që sipas teje është favoriti për me fitu kampionatin botëror si vet? Ka ndodhur shumë befasi. Për shembull Spanja me Cape Verdën mbet 0-0. Unë kam qenë me fitu Portugalia për Ronaldon, ama unë me Spanjën jam. E Franca e mira më besoj se Spanja fiton. Spanja-Franca në finale? Po. Spanja fiton. Si tut është Franca, sa? Ai pak po se lejtor më të mirë i kanë, veç besoj se Spanja e nol. Trajner pe kësaj periudhë që ka përcjell deri tash kampionatin botëror shumë interesant po vetë. Shumë edhe mbas rezultateve, po mbas rezultate, po prapë njëjta avaz do të thotë sigurisht prapë janë ekipet po marrë mendje kombëtarët të cilat janë gjithmonë tradicionalisht që shkojnë ato më të mira në 16 ose në 8 më të mira, se definitivisht unë po jap përparësi Francës së cilës. A ka Franca ekipin më të prekshëm? E ka në çdo repart. Unë po mendoj që çdo repart është stabile dhe e sigurisht se sulmin e ka shumë të mirë. Do mendoj që Franca do të jetë shumë lart, se futbollit nuk i dihet, fati është por Franca, unë mendoj që Franca do të çetë ndaj finale. Është interesant edhe puna e Francës, se Franca gjithmonë ka pas të lashe me ekip. Kujtohet ju Anelka, kujtohet Benzema, non stop kanë qenë në turbulenca. Me ardhen e Deschampsit janë stabilizuar domethënë sa. Gjitha gjanat sepse Deschamps ka pas fatin që ka qenë me ata kur ka qenë si futbollist, edhe ato problemet se në kohën e përkampet, kohën e Deschampsit kanë përjetuar Lizarazu, kanë përjetuar disa trishtime të rona në grup, edhe për atë arsye Franca atëre Deschamps ka qenë ai shok bashkëlojtar i cili ka ditë do të thotë i ka ndalë këto, në mendoj që e ka një disiplinë të hatashme dhe Franca është me të vërtet e ka nga ana ime ka përparësinë të madhe që të jetë në finale. Edhe në fund Bioni po do më pyet ku kish pas qef me pa veten në Tarnën. Ai sa më nalta më kisha po qef me luajt në Champions League në ai loj. Edhe në finale si shkon keq, apo në Champions League shkon mirë. Uroj
uroj që ja arrin edhe plotson edhe ëndrrën, edhe dëshirën tënde që e ke. Të uroj shumë sukses edhe në Finland te Inter Turku, edhe shpresoj që të shohim edhe në fanellën e Kosovës te ekipi hapse jo. Faleminderit. Faleminderit shumë trajner që ke gjetë kohë me qenë me neve, edhe me na ndihmu në zbërthimin e talentit Bionit në përgjithësi, një futbollist që presim prej tij të ardhmen. Faleminderit juve dhe thash edhe një herë, ju përgëzoj prapë për këtë emision sepse jeni ju ata të cilët po i bëni mos të them ashtu reklam, po piqetni pak ta djem sepse i duhet përkraje. Absolutisht. Secilit talenteve tonë i duhet dhe kjo është kjo, unë kam obligim, pse jo, sepse jam do të thash edhe më herë, jena në vit njëjtë dhe mendoj që ta djem ti shohim vetë sa më lart. Faleminderit shumë.